Morët këft që a jetë të fëllë, morët këft që a jetë të fëllë. I mirë aja në të ronë që ka po qatë, edhe ti që ashtë të jetë të gjithë. Sigur aja në të ronë. Morë e këft krejtë, u fjallë e do të gjithë, fjallë e do. Të panderën Arlind Amita dhe Granvalla Saliu, se cilën veç e veç i shqipton dënim burgim Kozgjoti për 12 vite shë përket veprës penale shkaktim të rrezikut përgjithshëm, si dhe për veprën penale mbrojtjen pronësi kontrollës së potërzim të armëve, se cilën veç e veç ka 4 vite 6 muaj burgim. Konform 80.1.2.1 të KPRK-s dënim onek i shqipton të panderët Arlind Amita dhe Granvalla Saliu dënim 16 vite burgim, të cili do të ekzekutohet pas pjesëmarrësisë të gjykimit të akuzuarit ku ka kaluar në para burgim i llogaritën në dënimin e shqiptuar. Të akuzuar me vendim të posaçëm i vazhduhet para burgimit deri në plotësishmëri të gjykimit, obligohen të akuzuar secili veç e veç të paguajnë shpenzimet e procedurës së dhatë pashollën gjyqësor në shumë prej 500 euro në emër të kompenzimit të viktimave 50 euro, gjithë të këto në afat për 15 ditësh pas pjesëmarrësisë të gjykimit, urdhërohet konfiskimi i armëve, të dëmtuarit udhëzohet kontest juridiko civil. Ky është vendimi i gjykatës, ndaj të cilës keni drejt ankese 30 ditë pas pranimit të njëjtës. Gjykata këtë vendim e mbështet duke administruar të gjitha provat, një nga një gjitha pas rekonstruimit të vendingjarjes dhe dëgjimit të ekspertit të balistikës. Ky vendimi i gjykatës, ditën e mirë.